Kjo nuk është rësi. Serbia gjithmonë ka pas lista për arrestimin e ish-pjesëtarëve të ushtrisë qëllimtare të Kosovës, duke pas parasysh se edhe në Interpol ekziston një listë e përbërë nga pjesëtarë të ushtrisë qëllimtare të Kosovës, sidomos nga udhëheqësit e saj, që Serbia vazhdimisht i ka kërkuar për arrestim dhe për dënim. Ne kemi qenë palë në konflikt me të, palë në luftë me të, dhe kemi zhvilluar një luftë çlirimtare, ndërsa ajo ka zhvilluar një luftë pushtuese ndaj vendit tonë. Mirë po, në këtë kohë kur flitet për marrëveshje, jemi në paqe, kur Serbia ka pranuar humbjen dhe Serbia është tërheq me turp pas gati një shekulli pushtim mbi Kosovën, ne konsiderojmë se ato lista dhe ato kërkesa janë të panevojshme, kur kien parasysh po ashtu edhe kërkesat dhe prononcimet e pushtetarëve, si që Ministria e Serbisë, që para do kohë kërkon dhe thot se po të isha në vendin e Miloševićit, do ta zbrazja Kosovën, do ta pastroja etnikisht Kosovën dhe ajo do të ishte tokë serbe. Ne kemi pas punën tonë në luftë për çlirimin e vendit tonë. Mirë po, shumë herë ne ju kemi bërë apel pjesëtarëve të ushtrisë qëllimtare të Kosovës që në asnjë mënyrë dhe në asnjë rrethon mos të kalojnë nëpër territorin e Republikës Serbisë, sepse do të ballafaqohen me arrestime, me kërcënime, mundohet dhe me vrasje. Prandaj shumë herë apeli ynë ka qenë, edhe pse një pjesë dikush nuk është duke përfillur, mirë po përballen me pasoja, sidomos po përballen me pasoja familjarët e tyre, se duhet të merren me punën e tyre edhe me lirimin e tyre. Prandaj edhe kësaj radhe ne megjithatë e kemi apelin tonë dhe bëjmë prap apel që jo vetëm pjesëtarët e ushtrisë qëllimtare të Kosovës, po edhe qytetarët e thjeshtë të rezervohen gjatë udhëtimeve dhe qëndrimeve në Serbi, sepse janë të disponuar armiqësisht ndaj nesh. Prandaj duhet të keni kujdes të gjithë, sepse akuza edhe për qytetarët thjesht është je pjesëtar i ushtrisë qëllimtare të Kosovës. Mas leti për me i dënuar ata. Shteti ynë duhet të jetë në nivel detyrës, duhet të ankohet për këto gjëra pranë organizmave ndërkombëtar, si shtet i cili duhet të mbrojë qytetarët e vet dhe të ketë kujdes edhe diplomacia jonë të angazhohet që me shtetet mike të bëjnë presion mbi Serbinë që këto gjëra të mos ndodhin dhe të ekzistojë një liri e lëvizjes për të gjithë qytetarët, pa marrë parasysh përkatësinë e tyre, për shembull politike apo të kaluarën e tyre, qofse normal Serbia të kaluarën tonë si pjesëtar të ushtrisë qëllimtare të Kosovës e konsideron si armiqësore.